Shëndetje, si jeni? Mirëmëngjes, dëgjohem? Mirëmëngjes, po. Okej, në rregull. Së pari do të pyesja nëse keni ndonjë pyetje nga hera e fundit, nga pjesa që bëm pjesën e shpjegimit të Facebook Ads, që më duk sikur e bëm pak shpejt edhe nëse doni që të rikthehemi diçka, apo të vazhdojmë me Mid Journey që kemi për sot. Nëse keni një pyetje paraprakisht, që pastaj të vazhdojmë me pjesën e Mid Journey. Keni tentuar diçka, keni provuar diçka, ju ka qenë diçka që se dini ose si mund ta bëni? Po që nga hera e fundit do të më ngelet një pyetje ose një gjë që nuk ja tregova ose që mund ta shohim prapë sot ose jo. Okej. Pjesën e, domethënë, nëse nuk bën pjesën e targetimit siç duhet, nuk është se ka ndonjë problem të madh, thjesht ti nuk do marrësh feedback, edhe do rikthehesh sërish për të parë nëse domethënë është këtu, ka mbetur te pjesa e targetimit, ke bërë diçka kështu, por nuk është se të bëhet blok. Blok nga Facebooku zakonisht bëhet kur nuk bën pagesat, edhe kur ka pjesën e restrictions ose ti thyen ato guidelines-et ose ato rregullat e vetfaqes. Kjo është domethënë çfarë ndikon tek Facebooku. Më duket se herën e fundit ju përmenda pjesën e çajit, që pjesën ato slimming tea që janë gjithmonë problem kur bëhen reklama. Ose janë dhe pjesën e gjërave të lëkurës, produkteve të lëkurës ku tregon një fytyrë të atë. Domethënë një që është shumë afërt me puçra dhe kështu, aty zakonisht i bllokon gjithë reklamat. Dhe ti duhet të ribësh sërish, po ka momente që të penalizon një javë, 2 javë, varet domethënë nga akaunti dhe sa ti je aktive në të ose sa të bllokuara ke. Është mirë që të kujdesemi që mos kemi shumë të bllokuara, sepse nëse e bën si rrugë, fillon dhe vetë algoritmi i Facebook-ut dyshon se çfarë është dhe mund të bllokojë edhe për një kohë të gjatë. Kjo ndodh edhe në Facebook Ads, edhe për pjesën e Instagramit, po ndodh edhe me Google Ads, ndodh edhe me llojet e reklamave të tjera, që do të jemi varet, zakonisht bllokohen ato që ti ke aktive, që ka problem, ajo të bllokohet, po ndonjëherë nga akaunti ti bllokon edhe të gjitha. Mund të ketë probleme vetëm një postim, po ti bllokon edhe të gjithë reklamat e tjera. Domethënë gjithmonë kjo është në varësi të akauntit të Facebookut, të algoritmit në atë momente. Se thash, her pas here kontrollojeni reklamat sepse ka raste kur ka rënë pjesa e Facebookut edhe gjithmonë kërkon pagesë, por nuk sjell views. Domethënë nëse ti shikoni me kujdes rastet kur kanë qenë që ka rënë komplet faqja ose Instagrami, që keni dëgjuar ato lajmet që ra Instagrami, nuk po përdoret Facebooku, ra kjo, gjithmonë duhet mbyllet sepse ju ikin tek Okej. Jo, pjesa e reklamave të ndihmojnë, domethënë varet se çfarë objektivi zgjedh ti, siç e tham orën e kaluar, është brand awareness apo është për komente, për views, por gjithmonë ke rezultate. Edhe sa më i madh është buxheti, aq më shumë rezultate ke. Por do të keni edhe një gjë parasysh, nëse mësoni akauntin vetëm me reklama, në momentin që ju i stoponi reklamat, gjithmonë ka probleme dhe ndodh që faqja nuk optimizohet vetë. Kështu që edhe këtë gjë keni parasysh që pjesa e reklamave domethënë të bëhet e balancuar në pjesën e postimeve. Nëse ju doni që të keni edhe followers organik që ju vinë vetëm nga postimet që bëni ose vetëm nga reelsat, do të keni edhe këtë që postoni në mënyrë konsistente dhe jo vetëm të bëni reklama, domethënë një postim dhe keni direkt reklam. Po të jetë balancuar në të dyja pjesët. Edhe postoni në mënyrë konsistente, edhe bëni disa her pas here reklama. Po, kjo është një strategji që ka funksionuar me ato që kam përdorur, po me faqe të ndryshme funksionon strategji të ndryshme. Gjithmonë varet. Ndërsa për sa i përket pjesës së reklamave, 3 ditët e para, domethënë mund të kenë atë cost per result që shpjeguam herën e fundit, që mund të jetë e lartë, nuk ka problem. Nëse vazhdon të jetë mbas ditës së tretë, atëherë është mirë që të mbyllet. Sepse do 3 ditë që të optimizohet.
Dhe thamë, reklamat që ndoshta nuk ecin mirë, mund t'i mbyllim dhe t'i rihapim një kohë tjetër, sepse në një kohë tjetër mund të kenë mundësi që të ecin dhe të optimizohen më shumë. Dhe pjesa më shumë kujtova se ti je të pjesa kam parë, domethënë pjesa e Claudio Fashion mos gaboj, është që gjatë gjithë kohës ka reklama dhe ai ecën vetëm me pjesën e reklamave dhe ka goxha sukses sepse është një xhup ose një palto ose një xhaketë jep të gjitha ngjyrat dhe të gjitha ngjyrat i kanë në promocion. Ajo është strategjia që ka ndjekur dhe ka funksionuar për shkak të çmimeve të lira që ka, se paraqet dhe çmimi. Është dhe një mënyrë tjetër që mund t'ju tregoj tani është ose nëse e dini është Facebook Library që mund të shikoni reklamat që kanë bërë konkurrentët e tjerë. Nuk e di nëse është me interes nga ana juaj, mjafton domethënë të shkoni të klikoni, ja unë do përpiqem ta tregoj tani, me që edhe kjo është e rëndësishme për të parë se çfarë po bëjnë të tjerët. Jo vetëm për fashion, e shikon në çdo fush. Entire screen besoj, po. Okej. Edhe kjo ju ndihmon që dini se çfarë reklamash po hedhin konkurrentët dhe ju të paraprini ose në linjë me ata ose të bëni diçka ndryshe nga çfarë po bëjnë ata që mund të ketë sukses. Ja ta shohim se nuk e di nëse janë të dhëna këtu se nuk e përgatita pjesën e Facebookut. Okej, Facebook, okej. Dhe se do jenë tuat, okej, që nga të Esmeraldës. Atëherë, unë do shkruaj Facebook Library, që shpresoj të na hapet direkt. Ja, një sekond, Meta Ad Library Facebook. Po. Okej. Patjetër. Atëherë, kjo është faqja, domethënë Ad Library. Këtu ju mund të klikoni, domethënë vendi se varet, nëse merreni me shqiptarë dhe keni biznesin këtu, është Shqipëria, por nëse jeni edhe me konkurrentë tuaj, mund të klikoni një vend tjetër. Current location e kemi. Si? Ishte diçka më fal, okay. Te pjesa e Ad Category, zgjedhim të gjitha llojet e reklamave dhe këtu mund të shkruajmë skincare ose produktet e lëkurës dhe të shohim të gjitha reklamat që do na shfaqen. Skincare mund na dalë, le ta shohim rezultatet. Okej. Nëse shikoni këtu dalin të gjitha reklamat që po bën një faqe e caktuar. Shikoni? Video ose ka hedhur produkt, ju domethënë edhe në të njëjtën kohë dhe studioni konkurrentin se çfarë reklame ka hedhur, video, ka hedhur produkt, ka hedhur reelsa, ka hedhur këto për shembull që janë vajzat që tregojnë para pas që duke bërë një proces caktuar janë goxha që ecën. Edhe në këtë rast, domethënë ju mund parashikoni që të bëni ose më shumë reklama ose më pak reklama, por gjithmonë duke ditur domethënë se në çfarë ujërash të shkoni dhe ju. Sepse nëse konkurrentët i kanë ato që ajo po funksionon për ata, kështu që mund të ketë mundësi që të funksionojë edhe për ju. Atëherë mund të shkruani edhe diçka, ndonjë produkt tjetër dhe gjithmonë kjo është domethënë pjesa që ju shfaqet. Sa më shumë detaje t'jepni edhe te pjesa e filtrave që mund t'i kontrolloni këtu, aq më shumë informacion mund të merrni për pjesën e reklamave. Vjen çfarë do thojë ti që të Okej. Ja kemi të blerimin, do të thoshte diçka, po ashtu në lidhje me reklamat. Kjo ishte shumë me vend, domethënë dhe shumë e rëndësishme që e përmendi Blerimi, sepse vijnë shumë mesazhe dhe nuk gjithmonë më shkruajnë Fatjona çfarë duhet bëjmë ju po kështu dhe kanë ndodhur raste që kanë humbur dhe faqe dhe s'kemi mundur t'i rikthejmë për shkak se kanë klikuar linqe të gabuar, që vinë që janë identike siç tha Blerimi me Meta Ecin ose vinë me linqet e Facebookut që nuk e kuptoni dot, po keni parasysh asnjëherë asnjë link, asnjë gjë mos klikoni këto mesazh request ose këto që ju vinë në privat ose në DM. Edhe në Instagram e njëjta gjë, po edhe për pjesën e reklamave e njëjta gjë. Sepse çunave ka ndodhur që kanë marrë lek nga karta, domethënë kanë filluar të bëjnë sponsorizime, tjerët me një link kanë humbur komplet faqen dhe identitetin që po prapë nëse ke një faqe me goxha kë dhe ke punuar me kontentin, ta rinisësh nga e para është humbje kohe komplet. Gjithmonë do kjo është pjesa, ose në qoftë se ju ndodh që keni klikuar një link, gjëja e parë që duhet të bëni, direkt ndryshoni të dhënat. Domethënë ndryshoni emailin, ndryshoni numrin e telefonit dhe nuk e di nëse e keni të aktivizuar, po duhet keni gjithmonë atë two-step authenticator.
do të thënë është në Instagram te settings që janë, do të thënë nëse dikush tenton që ty tek llogaria juaj, gjithmonë vjen një mesazh ose në email ose në numrin e telefonit që ky person ose dikush po tenton ose a je ti ky personi dhe ti je po ose jo që të mos vazhdojmë më tej procesi. Dhe një sugjerim tjetër që këta e kam po prap nga eksperienca është një që përveç pjesës nga Instagrami që ndizni këtë butonin që t'ju kujdesni, do të thënë two step authenticator, është mirë që të keni këto programe që janë Google Authenticator ose të së njëjtës stil, sepse me numrin e telefonit nëse ai u ka hakuar deri në një pikë të caktuar, nëse është numri i telefonit mund ta lexoj, sepse mesazhi vjen në telefonin tuaj, ndërsa pjesa Google Authenticator është që është për një jo minutazh, por është për shumë pak sekonda. Ajo për 10 sekonda rigjenerohet sërish kodi dhe ajo është më e shpejtë dhe nuk tentojnë asnjëherë, ndryshe nga numri i telefonit që mund të ketë raste që e marrin. Linqet mos i hapni. Asnjë lloj linku, sado domethënë thotë jo po nga Instagrami, jo po nga Facebooku apo kështu asnjëherë, ose gjithmonë kontaktoni një person që merret me këtë fushë, që mund të ketë më shumë eksperiencë dhe ju orienton se çfarë duhet bëni. Por kështu mos klikoni. Kanë qenë edhe një kohë që në Messenger vinin shumë mesazhe, klikoni këtë që ta dërgonte shoqja ose shoku kështu dhe ajo është skem mashtrimi ose hakimi për të marrë faqe të ndryshme. Edhe në Shqipëri ka ndodhur faqe shumë të mëdha që janë marrë dhe shumë pak janë rikthyer që i ka marrë mbrapsht i Zoti, sepse duhet i shkruash në Instagramit, po pjesa për të shkruar Instagramit dhe Facebookut të kërkon e para domethënë do shumë kohë, sepse varet nëse i gjen ato linqet dhe dritaret e duhura. Unë kam pasur eksperjenca që ka qenë shumë e vështirë për gjetur Facebook online që të jetë pjesa e komunikimit direkt me faqen e tyre, do të thënë sepse janë e bëjnë të tillë procedurë sepse ka shumë probleme gjatë gjithë kohës dhe jo të gjithë mund të marrin nga personat. Dhe gjithmonë domethënë është pjesa që të jemi sa më vigjilentë dhe më të kujdesshëm. Ndonjë pyetje tjetër nga online, ju lutem? Se pjesa e reklamave është goxha me rëndësi dhe është goxha jo, s'ka problem pjesën e gabimeve. Ideja është që domethënë të mësoni dhe thash, është gjitha pjesë testimi. Unë eksperiencën që kam pasur në bizneset do jetë komplet ndryshe nëse unë do merrja përsipër faqen tuaj ose faqen e dikujt tjetër nga ju. Sepse varet si e ke ngritur faqen, çfarë followersash ke, çfarë followersash do që të tërheqësh, domethënë është komplet një rrugtim ose një proces afatgjatë. Marketingu gjithmonë është afatgjatë. Dhe ndoshta ti mund të bësh një fushat ose mund të punosh me një agjenci, mua më ka ndodhur personalisht që muajt e parë nuk është se ka pasur një rezultat, por kur e kemi shkëputur bashkëpunimin, vetëm fal kontentit që kemi bërë, më kanë marrë sërish dhe më kanë thënë, shiko tani po marrim rezultatet të atyre postimeve, të atyre reelsave, të atyre reklamave që kanë rihapur më vonë ose kanë diskutuar më vonë. Dhe nëse punoni ose bashkëpunoni me njerëz që janë profesionistë të kësaj fushë, thjesht duhet besoni dhe të mos ndërhyni tek puna e atyre. Unë këtë e has në përditshmëri shumë me shqiptarët, me tuajt është komplet kulturë tjetër, që nuk është ajo pjesa e besimit ose kanë qejf të ndërhyjnë, domethënë jam dakord që ne duhet marrim gjithmonë feedback-e se si funksionon, sepse ju e njihni më mirë biznesin tuaj dhe dini se çfarë doni transmetoni ose dini se ku mund godisni dhe të merrni ato klientë potencial, por nga ana teknike, nga ana profesionale, ne domethënë marrim ato ide tuaja dhe ne dimë se si t'i vendosim funksion për të arritur ato qëllime që keni. Online ka ndonjë pyetje për sa i përket reklamave që të kalojmë pastaj tek pjesa e Midjourney? Ju e keni dhe regjistrimin, mund ta rishikoni sërish, po thjesht nga pyetjet ja si rasti që patëm tani, domethënë vijnë edhe shpjegime dhe ide tjera që unë mund të më kenë harruar ose mund të kenë kaluar nga ora e fundit. Okej, me sa po shoh nuk është se ka, atëherë te pjesa e Midjourney. Siç tham dhe orën e kaluar, pjesa e ChatGPT-s mbaruam, treguam se si të krijonim një kalendar nga fillimi deri në fund. Edhe Midjourney është e njëjta gjë, vetëm se Midjourney është për pjesën e imazheve. Një lloj siç funksiononte ChatGPT-ja, sa më detajiste jemi në atë që kërkojmë, sa më mirë ta formulojmë atë promptin, e njëjta gjë ndodh edhe me pjesën e Midjourney. Te Midjourney është pjesa e detajeve, nëse jemi përballë një artisti do thoja dhe duam që të bëjmë një pikturë ose na duhet një imazh, ne i themi atij që duam që kjo të jetë po marr rastin e një produkti, dua që produktin të ma shfaqni në një vend ose të ma shfaqni në ambient natyror, duket sa më natyral, të ketë këto dritije, të ketë këto gjëra. Sa më specifik jemi, aq më të mirë e marrim atë produktin. Nëse themi vetëm duam një produkt
ku diun, thjesht në një hapësirë dhe nuk japim informacion ngjyrat që do përdorim ose pjesën e ngrohtësisë ose pjesën e detajeve, drejtijeve ose nëse do ketë element për plotësues në pjesën e fotos ose detaje të tilla, ai të zbet do ta japë. Domethënë është siç funksionon ChatGPT, sa më detajist jemi, aq më mirë na nxjerr produktin. E njëjta gjë është edhe me pjesën e Midjourney. Unë nuk e di nëse ndonjëri nga ju e ka përdorur më përpara këtë. Domethënë dini se si të regjistroheni ose si të hyni tek pjesa e Midjourney? Dhe nga online që se kanë një feedback? Apo heshtja do thot jo, po zakonisht do thot po. Heshtja do thot jo. Jo, okay, në rregull, në rastin tonë do thot jo. Po, në rastin tim. Ju shikoni ekranin? Po. Okay. Atëherë, Midjourney, atë duhet keni parasysh, më thënë, pjesa e linkut, mjafton klikoj Midjourney dhe është gjithmonë kjo e parë që po www.midjourney.com, domethënë. Kur klikojmë këtu, okay, neve na del faqja që e kemi hapur, ja një sekond ta shoh. Nëse ju do kërkoni tani nëpërmjet telefonit ose kështu ju del një faqe që është me disa shkrime. Ja një sekond ta shoh se si. Po, siç të doli, po si Matrix. Një sekond që unë ta bëj sign out, kam frikë ta bëj se pjesa e procesit të hysh tek pjesa e Midjourney është pak e komplikuar sepse është e ndërlidhur me Discordin. Nuk e di nëse keni dëgjuar më përpara sërish për Discordin. Okej, ta bëj sign. Okej, no, s'më del, ja ta provojmë këtu, nëse më del. Ideja është që t'ju tregoj se si do ju shfaqet faqja e parë, ja unë po dal atëherë dhe po ju tregoj. Dhe pastaj do më duhet pak kohë që të rihyj sërish. Atëherë, jemi këtu ku ishim në fillim. Po bëj sign out. Okej, dhe vlerimi pastaj, okej, ja kjo është faqja që do ju shfaqet. Her pas here ndryshon sepse gjatë gjithë kohës është në përmirësim dhe nëse shikoni këtu duhet të kesh një account për Midjourney? Po. Është domethënë një lloj siç funksionon ChatGPT, apo me ChatGPT mjafton që të hym thjesht me email dhe e aksesojmë, ndërsa me Midjourney janë dy mënyra. Është pjesa domethënë që ti bën sign in dhe krijon një account-ën dhe duhet lidhesh patjetër me Discordin, është join dhe beta që janë domethënë për fillestarët, për gjithë ndryshimet, siç është pjesa e Instagramit që ato testimet ose gjërat e fundit që ju dalin, ju mund të testoni dhe jeni në ato fazën ose në ato grupin e personave që testojnë mbi Midjourney. Midjourney, më fal, te Midjourney dhe ChatGPT duhet kesh account, po gjithmonë duhet futesh nëpërmjet Facebookut apo jo? Jo, këtu nuk ka lidhje Facebooku. Këto janë domethënë gjëra të tjera. ChatGPT-ja është për të marrë, domethënë është gjuhë program, është AI, domethënë është për të, domethënë ChatGPT-n e keni për çfarëdo lloj gjëje, se nuk po di të gjej dhe fjalët e duhura. Dhe Midjourney është për çfarëdo lloj gjëje, për çfarëdo lloj postimi, fotoje, produkti, imazhi që ju mund të kërkoni. Domethënë si për pjesën e social media, por edhe për gjëra të tjera që ju mund të punoni dhe mund të keni, është shumë e gjerë si fushë. Dhe nuk ka nevojë të jenë të ndërlidhura me Facebookun. Janë platforma që janë të veçuara, funksionojnë veç edhe janë për funksione të ndryshme. Disa e përdorin, ne kemi qëllimin për social media marketing, përdoret për financë, përdoret në të gjitha fushat në mënyra të ndryshme. Atëherë, klikoni sign in. Discord, ja tani po hapet se ne nga që jemi regjistruar dhe kemi një account, direkt lidhet me Discordin. Discordi është një grup i madh, zakonisht është për pjesën e teknologjisë, janë këto grupe të rinj që gjatë gjithë kohës diskutojnë dhe hapin tema diskutimi të ndryshme dhe ndihmojnë njëri tjetrin. Ja si grupet e WhatsAppit, siç kemi ne një grup WhatsAppi, që ne funksionojmë do ndajmë aty idetë, domethënë problematikat që mund kemi, në të njëjtën mënyrë funksionon dhe Discordi pak a shumë. Dhe nëse do hapim, unë kam dhe të shkarkuar, nëse do e hapim ja ku është pjesa e Midjourney. Një sekond. Okej, kjo është faqja kryesore kur mbasi regjistrohemi dhe kemi hapur dhe jemi lidhur me Discordin. Kjo është faqja që hapet ku janë gjitha njoftimet që bën rreth Midjourney, pjesa e komuniteteve, pollseve, dhe janë dhe këto newbies që shikoni, këto janë që ju provoni pjesën e Midjourney, shikoni dhe punimet e tjera se si kanë punuar të tjerë. Ja siç jemi tani këtu, nëse shikoni. Okej, ja sa të lidhet pak me internetin.
Këtu ne shohim postime dhe punë të tjera që domethënë kjo është pjesa e si funksionon Midjourney me Discordin dhe me grupet e reja që hapim ne mund të bëjmë tani mund të bëjmë të kërkojmë bëjmë një shkrim të shkurtër të krijojmë diçka që ne dëshirojmë dhe ai do na shfaqet këtu. Kjo për shembull që shikoni është shumë e detajuar që ka bërë dikush nga grupi, nga komuniteti Discordit. Ky është ajo çfarë duhet bëjmë ne gjatë gjithë kohës, domethënë një përshkrim në detaje, me gjithë skenat, me gjithë detajet, me ngjyrat, domethënë me kontraste, këtu thot djathtas, majtas, ndriçimi, të gjitha dhe aq më mirë marrim këtë imazhin dhe atë që ne kërkojmë ose ne duam. Kjo është pjesa që jemi në grup, punon në grup dhe ato postimet ose gjërat që ti kërkon i shohin edhe njerëzit e tjerë, por është dhe pjesa e chatbotit që ne mund të jemi në privat ose vetëm siç kemi me ChatGPT-n që ne i shkruajmë dhe jemi vetëm ne dhe nuk na shikon dikush punët e tjera. Si? Jo, mbetet gjatë gjithë kohës aty, gjitha punimet mbeten aty dhe ti ke tek faqja, nëse ke harruar ose e ke fshirë pa dashje nga telefoni ose aty ku e ke ruajtur, mund t'i rikthesh sepse ruhet gjatë gjithë kohës aty. Që nëse po, nëse ishte X gabimisht, po i ruan automatikisht ajo, është pjesa e ne tani do bëjmë një provë, po para se të shkojmë tek prova, unë do ju sugjeroja shumë që ju të klikoni tek dokumenti që unë e kam hapur tashmë, që është Midjourney Documentation, që ju tregon ju ndihmon domethënë me pjesën është si tip guidjeri, në thonjza, dhe udhëzon gjatë gjithë kohës nëse keni probleme ose si ti kërkoni Midjourney ose për postime për detajet se si Po ky shkrimi me detaje që bëjmë te kjo Discordi, bëjmë copy paste që bënim te ChatGPT? Si copy paste në ç'kuptim? Do të thënë për shkrimi sa më detaje të jep një pamje më të qartë apo jo? Po, sa më të Ku e bëjmë këtë përshkrimin? Ku e bëjmë këtë përshkrim? Ta tregoj, për pak do e tregoj. Është një lloj si ChatGPT apo ja, ti marrim hap pas hapi se po ju tregoj edhe pjesën që nëse ngecni një moment dhe nuk dini se çfarë të bëni, është kjo pjesa e Midjourney Documentation që mund t'ju ndihmoj se si ja ku e keni learn how to use Discord to work with Midjourney bot, domethënë si të përdorni pjesën e Discordit dhe Midjourney dhe using Discord, domethënë nëse ti nuk e ke përdorur më përpara Discordit dhe nuk ja ke haberin, i ke të gjitha informacionet këtu. Dhe për pjesën e artikujve janë shumë ndihmues për pjesën e promptëve, si ti shkruani këto që un po them në detaj, nëse nuk di ta bësh një formulim shumë të mirë, edhe këtu ke prompte dhe ide se si mund ta bësh ti një përshkrim shumë të mirë. Për shembull tek pjesa e image prompts. Prompts besoj se e shpjeguam herën e fundit është mesazhi ose fjalitë që ne i dërgojmë Midjourney-t ose ChatGPT-s për të marrë atë që duam. Do të thënë është një përshkrim i shkurtër i asaj se çfarë ne duam të marrim nga këto programe. Këtu thotë domethënë që pjesa e image prompts can be used alone or with text prompts. Experiment with combining images with different styles for the most exciting results. Ai çfarë thash pak më parë, dhe këtu tregon domethënë se si ne mund të shkruajmë një prompt. Nëse do të shkruajmë tani tek Discordi aty ku ishim, në fund fare duhet të bëjmë këtë pjesën e slashit, do shkruajmë image, edhe na del ja, nëse shikoni është kjo e para këtu. Mjafton të klikojmë këtu dhe mund të shkruajmë tani se çfarë dëshirojmë nga Midjourney. Unë po provoj diçka, generate a girl, e shikoni çfarë po bëj? Sa është pagesa e kësaj mujore, Midjourney? Ja, tani do dalit të paketat, varet, nëse ti domethënë 10 euro është $10 më fal është mujorja, nëse e merr vjeçare, e merr me 8 euro në muaj, do i tregoj për pak, se janë këtu edhe jo tregoj unë. Po sa prompte ka ajo gjithsej apo nuk ka është për fizuar? Secila nga paketat i ka detaje të dhëna, do ja tregoj unë për pak, kamera. Sa të tregoj këtë pjesën si mund ta shkruani një prompt. Edhe një herë, sepse nëse do shkruajmë jemi kështu, dhe nëse shkruajmë diçka, nuk na nëse jemi në këtë fazë, shkruajmë generate girl smiling in nature, sepse me këtë domethënë u fiksova në fillim smiling in nature, se dua të bëj gjëra specifike, domethënë gjëra të përgjithshme dhe pastaj për produkte caktuara ju ti keni vetë parasysh. Nëse shkruajmë vetëm kaq dhe ne i dërgojmë, nuk marrim asnjë lloj feedbacku nga Midjourney.
Këtu nuk mund ta testoj sepse jemi në grup, por do të testoj tek pjesa e chatbot e Mid Journey chatbot që jemi më vetmas dhe duhet gjithmonë edhe një herë po e theksoj. Do klikojmë /image, imagine këtu tek e para dhe këtu na del opsioni që ne të shkruajmë se çfarë kërkojmë nga ChatGPT-ja. Dhe tani mund ta bëjmë generate a girl smiling in nature. E dërgojmë, po duhet keni parasysh që pjesa e përgjigjes të merr pak kohë. Nëse shikoni këtu thot waiting to start. Sepse janë dhe persona të tjerë, ja ky është dikush tjetër që është futur dhe ka kërkuar diçka nga ChatGPT-ja. Okej. Ne do presim. Ja, kjo është e jona. Dhe gjithkohë kjo pjesa e ndryshme nga ChatGPT-ja që si marrin përgjigje direkt, te pjesa Mid Journey do pak kohë që ta procesoj, sepse është dhe gjë më komplikuar ose është një gjë që ka të bëjë më shumë me pjesën e detajeve, art edhe është Po pastaj ku e ruajmë këtë Fatjona? do t'ju tregoj unë. Është një lloj, është e thjeshtë, mjafton që të klikojmë edhe siç bëjmë tek pjesa e Pinterest dhe këtyre postimeve të tjera, edhe ruhet. Ja ku e ke save image. Unë klikova tek një që s'është e jona, po të del opsioni save image. Atëherë të shohin nëse është gati e jona, sepse do pa kohë dhe do të jesh gjatë gjithë kohës duke okay. Ja, kjo është e jona, na dole. Në rregull? Kjo ishte për pjesën si ju të bëni një prompt të thjeshtë. Unë thjesht kam kërkuar që të më gjeneroj një vajzë duke qeshur në natyrë dhe më ka thënë 4 opsione. Nëse mua më pëlqejnë këto opsione, kjo është e para, kjo është opsioni 2, e treta dhe e katërta. Këtu poshtë, këto janë upscaling, do thotë që nëse neve na pëlqen, klikojmë unishin dhe na del e madhe ose upscaled e para. Nëse ne duam variacione të tjera sepse nuk jemi të kënaqur nga këto 4 imazhe që kemi këtu, mjafton të klikojmë duam variation 1, do të thonë duam si e para këtu, po duam variacione të tjera. V2 do thotë që ne duam si vajza që është këtu, po duam variacione të tjera sepse nuk na pëlqen. Ndoshta është pjesa që janë ngjyrat pak të ftohta. Na pëlqen domethënë disa variacione të tjera. Kalojmë tek V5 duam variante të tjera, siç është opsioni që na ka dhënë këtu i treti. Ose nëse na pëlqen e katërta, duam variacione si e katërta. Ndërsa e para është për nëse na pëlqen, direkt klikojmë për shembull dhe duam vajzën që duam të shkarkojmë dhe duam të upscaling vetëm vajzën që është këtu. Okej. Nëse jo, këto janë kështu siç merren, domethënë downloadohen, thjesht nëse do të bësh një ndryshim, i jep një mesazh tjetër Mid Journey dhe ai me bazë për shkrimeve që ti do të nxjerr një imazh tjetër. Nëse ti nuk je kënaqur me çfarë ai të ofron. Ja, unë klikova të katërtën, U4 nëse e pa, dhe tani kjo është gati që ta marrim dhe ta shkarkoj. Këtu tek Po një account në Mid Journey si e hapi Fatjona? Atëherë, është ajo që thash në fillim, klikojmë tek midjourney.com dhe në fund fare kishim dy opsione që ishin join beta dhe sign in. Ne do klikojmë sign in dhe direkt lidhemi me Discordin. Duhet kemi një account në Discord që hapet nëpërmjet një emaili, emër mbi emër, email dhe kaq mjafton. Po, domethënë nëse klikon sign in tek faqja kryesore që e tregova në fillim, është e njëjta procedurë, domethënë ndjek hap pas hapi të tregon vetë ato rrugët që duhet të ndjekësh. Për të rikthyer edhe një herë te pjesa e Mid Journey Image Prompts, kjo është domethënë një mënyrë tjetër që na shpjegon se si ne mund të bëjmë prompte të tjera. Ajo që u tregova unë ishte më bazikja. Ja, edhe këtu domethënë këtu keni hap pas hapi të gjitha gjërat që mund t'ju duhen për pjesën e Mid Journey. Tash është një udhëzues, është një guidier në thonjzas, nëse ju ngecni ose nuk dini se çfarë të bëni. Keni të gjitha përgjigjet. Kjo është ajo basic prompt që ne bëm, që është shkruar të /imagine, ishte prompti dhe bëm një përshkrim që duam një vajzë duke qeshur në natyrë. Kjo është e thjeshtë, ndërsa pjesa që ju tregova më vonë është diçka më e avancuar, që ti mund të fusësh dhe linqe, dhe tekst dhe parametra. Edhe pjesën e parametrave doja t'rregoj sepse është e rëndësishme. Atëherë, advanced prompts është kjo që sapo diskutuam. Image URLs can be added to a prompt to influence the style and content of the finished results. Pra këtu ne mund vendosim linkun e një produkti ose të asaj që ne çfarë duam të reklamojmë. Text prompt është përshkrimi se si ne duam të gjenerohet, ja ku e keni këtu, the text description of what image you want to generate. See below for prompting information and tips. Well-written prompts help generate amazing images. Domethënë,
çdo gjë është shpjeguar me detaje, dhe asnjëherë nuk keni mundësi të ngelni ose të nuk di ta përdor ose të thoni që nuk e bëj dot. Se është çdo gjë e shpjeguar dhe ta shpjegon shumë mirë. Parametrat thotë të ndryshojnë në mënyrën si gjenerohet imazhi. Do merremi pak më vonë në pjesën e parametrave, thjesht po ju tregoj domethënë në përgjithësi se si funksionon dhe çfarë janë ato gjërat kryesore që do të ketë pjesa e Midjourney. Tani tek pjesa e prompts, length and details, siç po shikoni këtu janë domethënë disa detaje se si ju mund të mendoni dhe të shkruani promptet në këtë tek Midjourney. Thot përpiqeni të jeni sa më të domethënë clear, të qartë dhe çfarë do të konteksti apo detaje që janë shumë të rëndësishme për ty. Dhe thot pjesa e subject, dëshiron të jetë person, dëshiron të jetë kafshë, karakter, lokacion, objekt. Domethënë mënyra si ta shkruar këtu mund ta bëni dhe ju. Bëni për shembull duam a girl smiling in nature dhe bëni subject jetë a girl. Medium, photo, painting, illustration, çfarë lloji doni? Doni të jetë foto, doni të jetë diçka ilustruese, doni që të jetë një pikturë, e dëshironi të jetë skulpturë, domethënë çfarë versioni ju e dëshironi. Pjesa e environment ne kishim në natyrë dhe bënim indoor, outdoors ose mund ta bëjmë nature, ose nëse duam on the moon, underwater, in the city, mjafton ta shtojmë domethënë në fund ajo na transmeton dhe na nxjerr ashtu siç ne duam. Lighting, e duam që pjesa e ndriçimit të jetë soft e butë, domethënë e do neon, studio lights, domethënë janë detaje teknike këto, ai që mund të jetë dikush nga fusha e fotografisë ose që di më mirë këto terma ose si duhet që dalë tamam ose pjesa e graphic designit mund ta bëjnë akoma më mirë. Pjesa e colors, domethënë vibrante, bright, monochromatic, colorful, black and white, domethënë i duam bardhëzi, pastel me ngjyra. Pjesa e moodit, domethënë duam që ajo unë bëra vajzë duke qeshur, smiling, po mund ta bënim të qetë, mund ta bënim energetic. E zgjedhim vetë se si ne e dëshirojmë. Dhe pjesa e kompozicionit, si e duam, domethënë janë detaje që kjo është mënyra domethënë si Midjourney na nxjerr më të saktë, domethënë duke dhënë gjithë këto detaje. Okay, try specific numbers, 3 cats in more specific than cats. Pra, nëse ne dëshirojmë që të kemi një figurë me shumë mace, është mirë ta themi duam 3 mace. Dhe jo thjesht duam mace. Një shembull që ka marrë pjesa e dokumentacionit të Midjourney. Focus on what you want. Domethënë gjithmonë duhet të fokusoni se çfarë ne duam. If you ask for a party with no cake, your image will probably include a cake. Domethënë sepse nuk kemi treguar të qartë që domethënë kjo pjesa no cake, jo cake, domethënë prapë duhet ta themi më shumë. Duam të jetë një festë me njerëz, po mos ketë ushqime ose ta zgjerojmë dhe ta bëjmë më në detaje. Kjo ishte pjesa e prompts, të shohim tani te pjesa e describe it. Atëherë që të bëjmë /describe generates prompts that are inspirational and suggestive. It cannot be used to recreate an uploaded image exactly. Edhe /describe returns aspect ratio for uploaded images. Domethënë këto janë komandë që të lejojnë që ti të uploadosh një imazh dhe të gjenerosh 4 prompts të tjera bazuar në imazh. Domethënë kjo është pak, domethënë gjërat që nëse futeni këtu janë akoma më të avancuara dhe akoma më në detaje. Unë thjesht po ja tregoj pak në përgjithësi dhe pastaj mund të hyni dhe mund ta eksploroni vetë. Atëherë, how to use an image in your prompt, upload an image to Discord, follow this instruction, edhe këto janë hapat se si ju mund të merrni, domethënë si mund ta merrni imazhin të ta fusni te prompti, është ajo pjesa që fusim dhe imazh dhe teksti dhe parametrat. Te pjesa copy your image URL, domethënë hap pas hapi tregohet çfarë lloj gjëje që ju mund të bëni me pjesën e imazheve, me pjesën e linqeve që mund t'i përdorni. Multi-prompts, kjo është akoma dhe më shumë e avancuar. Edhe këtu e keni tregon domethënë që duhet përdorësh domethënë disa këto hapësirat, këto janë disa terma ose disa teknika që duhet përdorësh për të nxjerrë disa specifika ose nëse të duan shumë foto, shumë imazhe ose ke të komplikuar atë që do të nxjerrësh, ka disa teknika dhe shenja që duhet përdorur për të marrë ato që ju interesojnë. Unë personalisht dhe bashkë me grupin me timin, domethënë jemi vetëm te pjesa e promptëve, gjërave të thjeshta dhe nuk është se na është dashur që të hyjmë aq më thellë. Tani për sa i përket pjesës subscriptions dhe pjesës pagesave, nëse kur të keni hapur një account në fund fare, këtu është emri i trajnerit që do jetë orën tjetër, thotë
manage subscription, manage uploads edhe sign out. Nëse do klikojmë manage subscriptions, tu na dalin planet që janë për pjesën e Midjourney. Atëherë plani kjo në fillim ka pasur free trial, por nga kërkesat e shumta dhe nga që po përdoret shumë nga njerëzit është bërë me pagesë direkt. Domethënë në fillim ka qenë ajo pjesa siç ka çdo program që mund ta përdorësh falas për një kohë caktuar, por rrugës nga që ka pasur shumë përdorime dhe realisht është shumë kërkesë dhe gjithë domethënë ne kemi diçka ose ngecim direkt, po po tentojmë vetëm ChatGPT, Midjourney dhe nuk kemi më tek ato programet edhe Canva edhe Illustrator dhe Photoshopi, pavarësisht se ne i përdorim në përditshmëri, po prapë kur na i nxjerr dikush gati me një pagesë mujore është më mirë dhe është për shpejtësi. Domethënë pjesa e ChatGPT-s dhe Midjourney është gjithmonë që të fitojmë kohë. E thash deri orën e kaluar, nëse duam të krijojmë një plan kontenti që neve mund na marrë një muaj kohë, të përgatitemi me skuadrën, të punojmë gjithë, të marrim ato informacionet për konkurrentët, për buyer persona, për çfarë pëlqejnë, interesat, hobi, me ChatGPT, nëse japim ato detajet e caktuara dhe informacionin rreth produktit, na nxjerr ai pa u lodhur ne, të bëjmë gjithë ato kërkim me grupe dhe me duke kërkuar në Google apo duke gjetur kanale të tjera researching. Atëherë plani këtu kemi monthly billing, që se shikoni është $10 për muaj dhe thotë limited to generation deri në 200 në muaj. Pjesa e që mund të dërgojmë pronse dhe këto janë detaje, domethënë access to member gallery, optional credit top apps, domethënë janë disa detaje që i kuptoni kur të hyni dhe të punoni tek ajo. Pjesa që edhe ne aktualisht kemi $30 në muaj, që thotë të nxjerr pjesën e generations është më shpejt. Kemi unlimited relaxed generations, general commercial terms, access to member gallery, domethënë janë këto opsionet se çfarë ju keni ose përfitoni tek kjo pjesa e këtij plani. Dhe pro plan që është më i miri bie deri tani. Jo, është dhe një mega plan që nga, okay? Dhe i katërti, që ka detaje të tjera. Pjesa e gjenerimit është më e shpejtë, dhe ke edhe pjesën e këtyre optional credit top up, pjesën e current fast jobs, sepse nëse ju mësoni dhe avanconi shumë të pjesën e Midjourney, unë nuk e kam testuar, por kam dëgjuar dhe kam lexuar, mund të keni mundësi, domethënë të shisni këto imazhe që bëni nga kjo, dhe është një punë më vete. Nëse pas nesër, nëse arrini ta përdorni shumë mirë këto, mund të keni mundësinë që këto imazhe të shisni diku tjetër. Dhe pjesa e planit më të madh, po besoj se këto dy të parat ose ke pjesa e standardit që ne po e përdorim momentalisht është mjaftueshëm për një person që menaxhon disa faqe ose ka social media, punon dhe me tuaj dhe me shqiptar, është mjaftueshme. Këto domethënë është pjesa e monthly billing, ndërsa yearly billing ndryshon kjo pjesa që nëse merr për gjithë vitin, ti për një muaj e ke $8, nëse merr pjesën e standard të $24, janë këto uljet që bën që se ti e merr komplet paketën vjetore. Kjo është, domethënë çdo informacion e gjeni këtu, nuk është se ka ndonjë vështirësi ose domethënë mjafton që të rrini pak te Midjourney ose te këto opsione, të eksploroni, të shikoni dhe merrni komplet informacionin. Atëherë, nëse jemi të qartë deri këtu, okay, se këto janë pjesa që pagesave që ne kemi bërë, do kalojmë siç po ju thoja, kjo është në Discord, është faqja e Midjourney, këtu janë tash njoftimet që dalin her pas here, okay, se po uploadohet. Okay. Njoftimeve që vijnë nga Midjourney, domethënë të rjat më të fundit ose detaje, feature, siç e bën Instagrami nëpërmjet misterit broadcasteve që ka, këtu keni mundësinë e Discordit dhe keni këtë pjesën announcement. Okay, current limitations, t'jep informacione se sa është kjo pjesa e limitimeve. Thot po bëjmë një survey, një testim të shkurtër, thot bazuar në këtë dhe jep mundësinë personave që të përgjigjen ose të japin informacione. Këto që shikoni këtu janë reactions ose save nga personat që janë aktualisht pjesë e Discordit të Midjourney. Kjo është pjesa announcements, këtu keni community updates, nëse ka një informacion ose pjesa e komuniteteve si funksionojnë. Këto janë newbies, këto janë dhomat që hapen me personat, domethënë siç jemi ne, që thash mund të dërgojmë dhe mund të shohim se si formulojnë të tjerët promptet, më shumë është për këtë, dhe shikojmë se çfarë kërkohet ose është më shumë te pjesa e formulimit edhe te pjesa është diçka domethënë sa për të futur te Midjourney. Janë disa grupe siç e shikoni këtu,
Pastaj janë prompt, ja si shikoni parametrat, prompt, do të thënë nëse klikoni te community forums, tu janë promptet më të kërkuara ose promptet që përdorin më së shumti njerëzit, që ju mund t'i merrni copy paste dhe ndryshoni diçka, ndonjë detaj të vogël. Këto janë pak a shumë. Tani, nëse do shkonim edhe një herë tek pjesa e newbies, jemi këtu. Kjo ishte imazhi që ne bëm. Thash, unë klikova U4 në upscaling 4 dhe na doli imazhi me vajzën. Okej, ja ta shohim ku na doli. Okej, është imazhi këtu. Po nëse ne shohim që kjo pjesa, domethënë në grup nuk është se ndjehemi rehat, mjafton të klikojmë Meet Journey Bot edhe kalojmë në chatin personal me Meet Journey. Një sekond. Okej, ne kemi dhe këtu, po ja, ta shohim se si do na shfaqet. Më thënë ky opsion falas nuk ka, vetëm me pagesë. Jo, është bërë me pagesë. Më thënë këtë mund ta përdorim vetëm kur të kemi rritur klientët, ne që jemi fillestar flasim. Është dhe paketa, domethënë, besoj se edhe $10 në muaj nuk është se të krijon, domethënë mund ta marrësh të paketën $10, gjithmonë varet se si e shef ti dhe si e ke ti atë, si ndihesh ti më rehat. Okej. Kuptoj. Një sekond, pse s'po më hapet kjo. Është Leonardo. Jo, nga që po punon pak avash dhe kam përshtypjen mos po më ngec kjo pjesa. Okej. Edhe një herë siç po thoja, okej, tani po e klikoj edhe një herë këtë. Ka ndodhur. Okej. Okej, ta bëjmë një provë. Her pas here, mos u habisni, nëse do ju ndodhi që si pjesa e ChatGPT-s që nuk punon, mua ndodhi dhe trajnimin që pata javës së kaluar, që ngeci, pavarësisht se isha brenda atyre limitimeve, por janë nga që po punohet gjatë gjithë kohës dhe fluksi është shumë i madh, ka momente që të ngecin. Dhe mua ngeci për 10 minuta e vazhdova duke shpjeguar me gojë dhe pas 10 minutash bëra një refresh dhe filloi sërish punonte. Pra, momentet që shikoni që ngec ose nuk po funksionon, nuk është se kam një problem, se është thjesht kjo pjesa e updatimeve, gjërave që po punohet dhe mos u trempni që ka ndodhur diçka ose nuk, domethënë është thjesht normale. Siç ndodh ndonjëherë që s'punon Facebooku, Instagrami, e njëjta gjë ndodh edhe me pjesën e Mid Journey, ChatGPT-s edhe okej, ta bëjmë një add app. Okej. Këtu ishte në fillim Bjeri, nuk e di pse s'po hapet tani. Ja një sekond. Ja një sekond, nuk po merr as kështu komanda, i merr shumë avash. Okej. Teknologjia e ka dhe këto, kështu që orën e kaluar që gjithmonë ti kemi gati disa gjëra dhe vetëm kur të ngecemi ose duam të kemi diçka, do të thënë që kemi ngecë dhe nuk e dim çfarë të bëjmë dhe duam të marrim ide të reja, atëherë të kalojmë tek pjesa këtyre aplikacioneve të ChatGPT-s dhe Mid Journey. Unë po vazhdoj këtu te kjo pjesa këtu, besoj se është okay, edhe pse thot general. Besoj se është okay. Okej. Siç po thuaj në fillim, kur duam që të shkruajmë gjithmonë një prompt tek Mid Journey, mjafton që bëjmë slash dhe këtu na dalin domethënë këto pjesa create images with Mid Journey. Nëse do klikojmë /ask, do thot get an answer to a question. Nëse do klikojmë /blend images together seamlessly. Describe, write a prompt based on your image. Domethënë ti dërgon një imazh dhe vetë pjesa e Mid Journey të jep një përshkrim për imazhin që ti ke dërguar. Switch to fast mode. Okej, janë gjithë ato opsionet që më intereson gjithmonë e para. Jemi këtu. Atëherë, unë kam bërë gati, hapa një Word më përpara që të bëjmë një provë, beautiful landscape with a balcony on one side and the beach on the other. Kam gjetur domethënë diçka tjetër përveç asaj që ju tregova me vajzën. Okej, i bëjmë paste dhe e dërgojmë. Do të provojmë, ky ishte një përshkrim i përgjithshëm që unë dua një pamje me një vulkan nga njëra anë dhe plazh në anën tjetër. Ta shohim se çfarë do na
nxjerri. Siç e shikoni, kjo është kjo pjesa që po përgatitet dhe gjithmonë kërkon kohë. Dhe pjesa e imazhin që se patëm përpara ju vajza doli mirë siç ishte pak blurry dhe pastaj gjatë kohës fillon dhe ja, siç është tani. Dhe do pak kohë derisa të bëhet 100% që të dali komplet imazh siç ne duam. Okej, ta shohim. Kjo është më shumë për të krijuar pjesën e ku duam produktin me diçka, apo pjesën e final touch, nëse doni të shkruani shkrime dhe gjëra të tjera, prapë mund të kaloni në Canva që vendosni për postime dhe për ato detajet e tjera, që nuk jetë pjesa e vendosjes së logos dhe atyre për shkrimeve. Do testojmë prapë edhe një herë pjesën që unë shpjegova upscaling dhe pjesën e variations. Dhe pastaj do t'rregojmë një shembull tjetër që e bëjmë më të specifikuar dhe vendosim dhe parametra dhe si na del. Gjithashtu sa presim që të procesohet pjesa e çfarë ne kërkuam, mund të thoja që të më dërgoni tek chati, tek grupi, këtu tek pjesa që jemi në meeting, ose edhe në WhatsApp ato faqet që t'i komentojmë se çfarë mund të bëjmë ndryshe. Se për pak mbarojmë me pjesën e Midjourney dhe pastaj do kalojmë tek pjesa që thamë herën e kaluar dhe më keni thënë edhe dy gjëra të tjera që nuk i mbaj mend për momentin, si të gjejmë trende në TikTok, që ishte mënyra që doja t'rregoja, dhe si të merrni soundën. Okej. Atëherë, nëse e shikoni, na kanë nxjerr, është gati, na kanë nxjerr 4 imazhe me pjesën e një vulkani dhe pjesën e plazhit. Janë 4 imazhe që si shikoni të ndryshme. Kjo është e para, gjithmonë e dyta, e treta dhe e katërta. Siç e pat, nëse klikoni një nga upscaling, thjesht ajo e zmadhon dhe jep më të detajuar, për shembull nëse unë klikoj, më pëlqeu shumë me fakt gjitha janë shumë bukura. Okej, po zgjedh të parën. Dhe kjo na tregon, na tregon imazhin më të zmadhuar, domethënë më të ne zgjodhëm imazhin e parë. Dhe pjesa që mua më pëlqen e treta, por dua variacione të tjera të së tretës. Klikojmë këtu. Dhe, remix prompt. Do not share password. Submit. Dhe shohim se çfarë do na dali. Presim. Waiting to start. Dhe do na shfaqin 4 imazhe të tjera, variacione të tjera të imazhit të tretë që ne do zgjedhim. Thjesht duhet presim, është në procesim, 32% po thot. Si shikoni, na kanë sjell 4 variacione të tjera, që janë pak a shumë të ngjashme me njëra tjetrën, por nëse shikoni, ndryshon pjesa e kësaj pjesa shkëmbore, e malit mund të them, ndryshon pak pjesa e pjesës ranore këtu dhe pjesës së detit. Këtu ka ndryshuar edhe pak pjesa e vulkanit, që se mund ta themi, domethënë na nxjerr 4 figura të tjera që i përshtaten asaj që ne zgjodhëm. Domethënë që se shikoni nga këtu ka shumë pak ndryshim, nuk është se ka ndryshim të madh, por thjesht na ka dhënë 4 variacione të tjera. Tani, unë kam bërë edhe një përshkrim tjetër, dua të shtoj përveç pjesës që tjetë një pamje me një vulkan në një anë dhe plazh në anën tjetër, kam vendosur që një detaj tjetër që është për pjesën e mutit dhe atmosferës. Atëherë, t'i afrojmë që t'i marrim të dyja dhe ta shohim se çfarë do na dalë. Thënë po japim disa detaje më shumë dhe kjo këtu është aspect rotation, është pjesa e formatit që ne duam. Nëse klikojmë, japim copy, do shohim se çfarë formati do na dalë. Atëherë jemi tek Discordi. Atëherë gjithmonë nuk harrojmë. Flash, Imagen, formatin do ja tregoj unë, domethënë do dali pak a shumë si një tip landscape. Nëse bëjmë një do dali si katror, po ja do e kalojmë tek si dikto, do shohim që dokumentacioni aspect ratio. Bëj një prompt for the future Tirana për shembull, për këto building, për këto stadiumin ose. I kam pas bo disa në çekullim këto. I kam një 3 vite që kam pas versionin falas kësaj domethënë. Po ishte limituar që diku 10 foto, fillim domethënë kush fat fillim fare.
kalosh nga Midjourney në Discord, që gjë Discordin, dikush Discordi, kanali që deshëm me mu futi, pastaj u fuqe, pastaj ky prompti, deshëm me pasë si funksionon prompti, domethënë nga hapësirat / Po, këto detajet që janë detajet që po jep tani. Po. Pastaj duke i patur skizat i mëson domethënë, po nuk e di çfarë pjesa paketës së sa është, është limituar apo jo, sepse ka një farë, nuk është fjalë gjatë gjithë kohës free. Kur pagun. Plani që ne kemi që është standard plan është që nuk është se kemi limitime. Te kjo, ndërsa plani i parë kishte limitime, ndërsa këtu me sa pash nuk është se kishim ndonjë limitim te pjesa e sa imazheve mund të kërkojmë. Atëherë u po e dërgoj këtë dhe pastaj po mund ta përdorim se si mund të jetë Tirana në të ardhmen, do ta shohim se çfarë do të na. Po shohim çfarë do të. Më këtë kam pasi figurë në gjithë atë pjesën e Tiranës në të ardhmen. Okej. Ta kupton çfarë është. Okej. Atëherë po procesohet, që se shikoni 15%, 25%. Okej. Gjithmonë kjo merr pak kohë dhe nëse do kishim atë planin mega, kam përshtypjen do na dilte pak më shpejt se pjesa e shpejtësisë ishte më e madhe, por do të paguajmë më shumë lekë. Kjo është kur kemi ndoshta disa po, nëse do kemi shumë punë siç e tha dhe zonja pak më përpara. Atëherë, nëse shikoni, këtu na del diçka tjetër. Pse? Sepse u bazua te pjesa e kësaj promptit të tjetër që ne shtuam. Domethënë ne shtuam pjesën e mundit dhe atmosferës që ishte diçka më eksakt. Si shikoni nga diçka që ne kërkuam fillim thjesht beautiful landscape nga me vulkan Kanjoran dhe me plazh nga ana tjetër, tani ka dalë diçka që është më ekspresive, domethënë sikur ka një problem, sikur po ndodh diçka më e frikshme. Dhe na ka sugjeruar 4 variacione të tjera në formatin 2-3. AR do thotë aspect rotation, që unë kam zgjedhur 2-3, por mund ta bënim dhe 1-1 që të dalin në formë katrore. Ja, nëse do e bëjmë prapë këtë, ta bëjmë edhe një që ta kuptoni se pjesën e copy text. Okej. 7 CTRL-V. Dhe këtu po e bëj 1-1. Okej, heqim këto pikat sepse këto janë ato që ishin që ne përdorëm më përpara, nga që e morëm copy paste. Okej, dhe e bëjmë 1, prit. Duhet marr pak pjesën e 2 pikave. Okej. Ka që kompjuterin këtu nuk e di ku I ka këto gjërat. Mund ta zmadhosh pak shkrimin, lutem? Në fakt nuk e di nëse po e shikon ose më vonë, sepse nuk është se mund të bëj një ndryshim tani për momentin. Ka që është platforma e Discordit dhe nuk jam me program që ta zmadhoj aty ku duhet. Po këto shkrimet mund t'ja çoj unë te grupi. Domethënë kam shkruar që domethënë atë çfarë shkruam këtu, thjesht po ndryshoj pjesën e formatit, se si dua që të jetë formati. Domethënë është e njëjta gjë. Ja, sa po ta çoj unë do e shohësh, domethënë se do dali pak më lart dhe besoj mund ta. Okej, kam bërë një gabim, ja një sekond. Ta bëjmë edhe një herë. Kam përshtypjen se nga që e mora me copy. Okej, ta bëjmë edhe një herë, CTRL-V. Si? Edhe mund të bëhet ose mund të klikosh pjesën, okej. Jo, nuk e pas ka këtë pjesën e editimit, herë të del, herë të del. Po që më mirë është që ta bësh unë kështu e ka përdor gjithmonë me thënë të drejtën. Nuk është se ChatGPT-ja, se ChatGPT-ja ke mundësi që ta ndryshosh, ndërsa kjo është akoma në procedurë. Atëherë, e bëjmë edhe një herë këtë. Këtu keni parasysh domethënë që të bëni këto hapësira edhe një herë. Okej, 1. Besoj se tani është okej. Beautiful landscape on the other. Vendosim pik. The modern atmosphere of the skin evoke a sense of awe and wonder at the raw. Okej. Po provojmë që ta çojmë tani, besoj që të jetë okej. Okej, tani besoj se e mori dhe po, domethënë gjithmonë kur del diçka që një parametër nuk është okej ose kështu, thjesht provoni që ta rishkruani edhe një herë dhe ndryshoni pak këto detajet, vendosni në një pikë, shikoni këto vijat, këto pikat, çfarë vendosin përpara këtyre. Okej, nëse shikoni po bëhet, po procesohet. Okej. Kjo është se si funksionon Midjourney. Në Discord kemi një udhëzues dhe për këtë? Është aty ku ju çova unë te dokumentacioni, ja se do shkoj përpara. Edhe ju a tregoj edhe një herë.
Shikon, na e nxori akoma më të bukur më duk mua se sa kjo e para. Këtu kishim 4 pamje të tjera, këtu na kanë nxjerr 4 pamje të tjera, që kanë fantastike. Kjo është pak rast kështu që po shpërthem vulkani, por që nga ana duket e lezetshme. Nëse vin njëri këtu ndryshimi, përveç se na kanë nxjerr 4 pamje të tjera, është pjesa nëse këtu kemi pak është domethënë formati 2-3, këtu kemi formatin 1-1 që është në formë katrore. Dhe mua më pëlqen shumë katra, mjafton të shtyp V4 edhe më dalin 4 variacione të tjera të katrës. Okej, waiting to start është në rregull, thjesht do presim sa të krijohet. Domethënë kjo është baza, si thua e Midjourney, se pastaj ju mund të hyni vetë dhe ta testoni dhe të provoni domethënë me pjesën e imazheve ose nëse ju duhet për postimet ose nëse ju duhet ku diun detaje me produkt, me linqe, se edhe pjesa e linqeve dhe këto është pak e komplikuar, se herë ta merr linkun, herë nuk ta merr. Domethënë dhe kjo pjesë gjatë gjithë kohës që keni testuar dhe duhet keni një kohë që kur të uleni, ta testoni fillim pak domethënë që ta merrni dorës, si më thënë, dhe pastaj kur ta keni për punë direkt i dini që merret ky imazh, merren këto gjëra dhe pastaj pjesën e imazhit. Her pas here, domethënë ti mund vendosësh link që e merr, po herë ta pranon, herë s'ta pranon. Por mund ta shkarkosh edhe tek Discordi, por ajo është mënyrë tjetër sepse duhet njohësh Discordin shumë mirë. Okej, nga këtu na kanë nxjerr, ne zgjodhëm që duam 4 imazhe të tjera, variacione të tjera të katrës këtu dhe na kanë nxjerr 4 gjëra të tjera që kanë ndryshime të vogla. Domethënë nëse këtu kemi domethënë gur me zjarr, këtu nuk është se kemi. Këtu e kanë bërë pjesën, kanë ndryshuar te pjesa e shpërthimit të vulkanit, këtu kemi pemë të gjata, këtu kemi pak më të gjatë, domethënë këto pak më të shkurtra. Janë detaje të vogla, por që prapë janë të lezetshme për syrin. Kjo është pjesa, domethënë si funksionon dhe si mund të shkruajmë ne Midjourney. Tani për të kthyer edhe një herë te pjesa e dokumentacionit që jemi këtu, që po diskutoni zonja, më fal, çfarë do dëshiroj të di edhe një herë për pjesën se si funksionon pjesa e Discordit apo jo? A kemi një udhëzues për mënyrën e shkrimit, për shembull një ato me pika me vize për masat e imazhit, fotos. Po. Ja ku është kjo pjesa, Quick Start Guide, dhe ke edhe këto të dyja. Using Discord është se si të përdorësh Discordin dhe kalon domethënë dhe këtu të hapet një faqe tjetër se si ti të përdorësh Discordin. Si të mësosh programin, ja këto shpjegimet që unë bëra 1 2 3 4 i ke të shpjeguara këtu, më kupton? Pjesa e direct messages, emoji reaction, i ke të gjitha se si funksionon Discordi. Nëse kthehemi prapë mbrapa, getting started. Kjo është quick start, domethënë si ti të hysh të logohesh tek Discordi, pjesa e subscribe-it që ato planet që unë ju thash pak më lart. Domethënë janë gjitha detajet se çfarë ju mund t'ju duhet për tu futur ose për tu bërë pjesë e Midjourney. Ja, newcomer rooms janë ato rooms që unë ju tregova që ishin newbie 21, newbie që ishin me numra të ndryshëm dhe ndryshojnë gjatë gjithë kohës ndryshojnë. Nuk është se janë asnjëherë ja, edhe këtu të thotë se si ta përdorësh ti Midjourney. Domethënë këto që thash unë, bën slash imagine dhe pastaj ti shkruan bën anësh pjesën e promptit. Ja, edhe këtu po ta tregon se si funksionon. Domethënë kjo pjesa e linkut, ja unë biles mund t'ja çoj tani te grupi. Jo, nuk e kam të hapur WhatsApp-in, po ja do bëjmë një pushim tani dhe ju dërgoj direkt te grupi për ta parë dhe për ta patur. Edhe gjithmonë te chati te Discordi ju del aty lart. Domethënë gjatë kohës që po punoni, ju del linku që shikon mund të klikoni këtu. Domethënë e gjeni atë linkun, ju ja çoj edhe unë, po e gjeni edhe kollaj se si mund ta hapni. Domethënë docs.midjourney.com. Këtu është ke Quick Start, është ajo pjesa që ne hapëm Quick Start. Nëse kthehemi mbrapa, jemi prapë te faqja kryesore, që është kjo. Këtë linkun bani shënim. Tash, edhe po harrova më kujtoni se ju ja çoj unë direkt te grupi dhe nuk ka asnjë probleme. Okej, kjo ishte, këtu keni most view articles, domethënë kur ngesni pjesën e promptseve ose image prompts që i hapni që e bëm pak a shumë në fillim, po ju them edhe një herë për zonjën që nuk i kishte mbajtur mend, domethënë, kjo është rruga, mjafton vini ke ky dokumenti këtu dhe gjeni të gjitha pjesën e informacionit si të shkruani një prompt, pjesën e ja, kjo është pjesa e V1, V2, V3, V4, shpjegimi variations, që të nxjerr 4 variacione të tjera. Po janë domethënë më kryesore, pastaj detajet duhet ti shikoni, domethënë shikojini vetë, se çfarë më del mua ose çfarë kam nevojë unë, si ka dalë juve ose s'mund t'ju dalë juve.
Kjo është, do bëjmë 10 minuta pushim dhe pastaj do fillojmë me pjesën e kemi lënë për faqet dhe për ato 2 detajet se si të kërkoni trende në TikTok, edhe pjesën se si të merrni audio nga Instagrami. Okej, në 11:10 besoj se fillojmë. Okej. Ndërkohë ta bëj pauzë këtë, që 1 orë regjistruam. Ju lidhe 15 minuta